PDK-ja i thot po. Po është drita, ja. PDK-ja i thot po. Do më thënë, vetë sa e bëri publik, po, Memli Krasniqi sa po e bëri publik në rrjetin e tij social në Facebook, sot kam pranuar një letër nga kryetari i koalicionit vetëvendosje Guxo Alternativa zotri Albin Kurti me ftesë për një takim para vazhdimit të seancës konstituive të Kuvendit Kosovës që mbahet nesër. Duke besuar thellësisht se Republika e Kosovës ka nevojë urgjente për zhbllokim institucional dhe për rikthim të funksionimit të rregullt të institucionit më të lartë legjislativ, si dhe për t'i hapur rrugë afateve kushtetuese për themelimin e qeverisë, do t'i përgjigjem pozitivisht kësaj ftese për takim. Në këtë frymë inkurajoj zotrin Kurti që të reflektojë me përgjithësi mbi situatën aktuale dhe të shfaqë vullnet të sinqert për të mundësuar formimin e institucioneve të reja në mënyrë që Kosova të ketë sa më parë një kuvend dhe një qeveri legjitime e funksionale, më falni. Pra, tash veç ta di ku e këm funksionale, okej. Në këtë kontekst, gjetja e një kandidati apo kandidatit të përshtatshëm që gëzon mbështetjen e shumicës së deputetëve do të ishte një hap i rëndësishëm përpara. Natyrisht, për çështjen e nënkuritarëve të kuvendit nuk ka asgjë për të diskutuar, pasi kjo është një e drejtë e garantuar nga kushtetuta dhe e përcaktuar qartë. Partia Demokratike e Kosovës sikur gjithmonë do të vazhdon të sillet me përgjegjësi dhe seriozitet institucional në përputhje me interesin shtetëror dhe qytetar. Të gjitha qëndrimit e detajuara të PDK-s do t'i bëjmë publike edhe nesër gjatë dhe pas takimit përmes një konference për media, ka thënë Memli Krasniqi në këtë moment. Pse lutë u dit kjo? Pse u dit? Se thatë që është ditë ky qëndrim i PDK-s. E kom prit. E ke prit? Pse e ke prit, po? E kom prit sepse kanë morë pjesë në gjitha konsultimet që më ftuara në kuvendit. Kemi morë pjesë edhe në disa konsultime, po momentin që kemi lexuar që zoti Deari nuk i ka kapacitetet e përfaqësimit për çështje procedurale, ne jemi shku, po për çështje politike. Dhe e kom përcjell logjikën e komunikimit që ka ndodhur kuvend, kur gjë tjetër, për të kësaj, por edhe ftesa për zgjedhjen atë kohë është përcjell nga PDK me takim për dallim prej LDK-s për shembull. Këto janë disa nga çështjet që i dallojnë sot partitë që folën deri tash, LDK-n pe partive tjera. Janë disa nga çështjet që neve na dallojnë në mënyrën, formën, rrugën se si duhet të ecim para. Hajde Viktor. PDK i tha po. Hajde. A peshet që po bëhet Brejvarti? Po bëhet Brejvarti. Po, gjithmonë po du me insistu, do me thonë, a vazhdon me po LDK-ja si partner PDK-n? Me thonë drejtën e që ka ndodhë me mocionin e mosbesimit, ka rënu bëge shumë mundësi, sepse ka qenë një kthesë e madhe për kundër që LDK ka përballu bëge vështirë proceset politike raport me krejt, por është komunikimi, bashkëpunimi ka pas mirat edhe të qijat e saj, po zakonisht edhe nëse lexojmë drejt, jenë kapitalizu rezultatet për shka ka ndodha ja. Po LDK ka pagu me çmim elektoral shumë shtrejt. Sepse nuk njerëz të LDK-s, jo në krejt Kosovën, me tonë drejtën, sepse rivaliteti i LDK-s në rrafshin e Dugaxhinit nuk është i madh me PDK-n, ka qenë më i madh me AK-n. Po në pjesën e rrafshit Kosovës, të Anamoravës, edhe në pjesë tjera të Kosovës, rivaliteti i madh ka qenë LDK-PDK. Po këto lëvizje politike ne i kemi pagu me çmim politik, mos mendon askush që nuk e kemi ditë. Fakte kemi lexuar drejt, po proceset kanë qenë aq rëndësishme dhe aq kapitale që dashnë me hy. Zotën, unë besoj në ato, realisht ka edhe shembuj tjerë që mund t'i përmendemi, por lider që sjellin vendime jo popullore për interes të kauzave edhe qëllimeve të mëdha, janë dalë lider të më të suksesshëm. Unë nuk e di që ka u përmen në histori dhe përmen në rastet veçanta që dikush është bërë lider për shkak një rrethone, një oportuniteti apo një mundësi që u ka dhënë.